Zgjerimi është qëllimi ynë i përbashkët dhe ardhmja e Maqedonisë së Veriut i përket plotësisht Bashkimit Evropian. Kështu tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Hristijan Mickoski. Ai përsëriti se realizimi i ndryshimeve kushtetuese është e vetmja mënyrë për ta zhbllokuar procesin eurointegrues. Gjithashtu përshëndeti progresin e vendit në zbatimin e agjendës së reformave. Por miratimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara mbetet e vetmja mënyrë për të filluar zyrtarisht negociatat. Është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar përfitimet e plota të anëtarësimit në Bashkimin Evropian për qytetarët e Maqedonisë Veriut, domethënë maqedonasit. E vetmja mënyrë për ta bërë përparim drejt integrimit evropian është përmes dialogut konstruktiv me fqinjet dhe ndërmarrjes së hapave pragmatik për ndërtuar besim dhe për të zbatuar reformat e nevojshme. Kryeministri u shprehse me presidentin e KE-s patën bisedë konstruktive. Mickoski theksoi se qytetarët presin përparim konkret në rrugën europiane dhe mbështetja dhe partneriteti nga Bashkimi Evropian janë me rëndësi të veçantë për arritjen e këtyre qëllimeve. Gjithashtu diskutuam një çështje shumë më të thellë, a mbetet ideja europiane ende një ide që frymëzon, bashkon dhe krijon besim. Qëndrimi ynë është i qartë. Ne mbetemi të përkushtuar fort ndaj rrugës europiane. Ne nuk kërkojmë privilegje, nuk kërkojmë rregulla më të lehta, nuk kërkojmë diçka që nuk u përket të tjerëve. Ne kërkojmë parime dhe një proces normal, të besueshëm dhe të parashikueshëm. Në takim ishte diskutuar gjithashtu për integrimin ekonomik, lidhjen e infrastrukturës, sigurinë energjetike, investimet, konkurrueshmërinë dhe hapjen e perspektivave të reja për brezat e rinj. Costa në kuadër të vizitës së tij zyrtare në vendet e Ballkanit Perëndimor, nesër do të qëndrojë në Prishtinë dhe turin ballkanik e përmbyll në Beograd.